Fillimisht shpreh satisfaksionin ligjor dhe moral për ngritjen e kësaj aktakuze. Satisfaksionin ligjor dhe moral për ngritjen e kësaj aktakuze. Mbajtjen e shqyrtimit fillestar dhe konfirmimin e aktakuzës. Duke qëndruar në tërësi pranë ndjekjes penale, si në aktakuzë dhe provat e bashkangjitura nga Prokuroria e Shtetit, kundër 3 të akuzuarve këtu, e po ashtu i jemi mirënjohës për sinqeritetin e treguar nga i akuzuari Tom Dodaj, i cili në shqyrtim fillestar pranoi fajsinë. Konsideroj që ky shqyrtim gjyqësor Avokate, nëse ju vjen nxehtë, me togun mundeni me hjek, është numër i madh i palëve në sallë personave, ju nëse nuk mundeni me mbajt togun, po ju shoh që e keni nxehtë, mundeni me hjek togun. Konsideroj që ky shqyrtim gjyqësor do t'i jap përgjigje të gjitha dilemave të ngritura dhe bashkëndjera nga populli i Kosovës në mbështetje morale të familjes Ademaj, e po ashtu me dëshirën për të kuptuar të vërtetën e plotë sepse Liridona Ademaj u privua nga jeta në mënyra çdinake. Besoj se para kësaj gjykate do t'i jepet përgjigje pyetjes së babait të Liridonës, pse Naim ti mundet të dalesh me fëmijët nga vetura e dona meti mrana. Presje. Pyetjes së fëmijëve të Liridonës. Pse babi e la hajnin me ja ba nanës bam. Pyetjes së nanës Liridonës. Pse s'ko me e pa ma Liridonën? Pyetjes Leonardit. Sepse Naimi po mundet aq qetë mi u bërtit fëmijëve atë natë. E një ditë ma vonë, me ushqyn Suez Diamond, sikur s'ka ndodhur asgjë. Pik, para kësaj gjykate, besoj që do të qartësohet edhe fakti se çka pat nevojë Naim Murseli me taku Kushtrim Kokallën të qendra në Ertil ditën e vrasjes. Kushtrim Kokallën tek qendra e Ertilit. Ditën e vrasjes. Ditën e vrasjes. Në Ertilit, ditën e vrasjes. Në Ertil. Mund të shtohet në Gjakov. Po. Në Ertil në Gjakov.
ditën e vrasjes. Pse pas atij takimi që nga i akuzuar i kushtrim gjatë deklaratës së dhënë nga ai, ku thot që ka qenë takim shumë i shkurt, e që sipas tij ka refuzu me bashkëpunu me Naimin për eliminimin fizik të Liridonës. Naimi komunikon me Granitin, duke i thonë se atë kallëzoj kuqa që kjo punë duhet më kry. Kuqa? Po. Po. Që kjo punë duhet me u kry? Pse me njëherë Naimi shkoj me taku Granitin, e blenë armën bashk, Naimi e pagoi çmimin e armës, ja dorëzoi Granitit, bashk shkun deri te vendi i ngjarjes. Aty u ndan për të lënë që të ndodh ajo që ndodhe. Besoj që ashtu si i gjithë populli i Kosovës, para kësaj gjykate nuk do të mbetemi të pashokuar se si do të vërtetohet që Se si do të vërtetohet që Naim Urseli darkoi në restorantin e njëjtë me vrasësin e gruas së tij. Dhe duke qenë i informuar për prezencën e tij. i informuar për prezencën e tij. Kjo ngjarje është edhe më shokuese kur do të vërtetohet që Naim Urseli kontriboi drejt për drejt me kontribut fizik në eliminimin e Liridonës. Është shumë e rëndë për të përfaqësuar në këtë lëndë por do të jetë shumë e lehtë për të gjykuar në fund. Dhe konsideroj që ky trup gjykues do ta ketë prej rasteve më të lehta për të dënuar këto të akuzuar. Ju faleminderit. Faleminderit, avokat.